Ndërka që për të kuptuar më shumë rreth këtij rasti të rënd në komunën e Vushtrisë, atje ka shkuar gazetarja jona Arianita Hoti. Arianita, të kemi në lidhje direkte, fjala për ty, na trego pak më shumë se çka mësove kur shkova atje, për çka bëhet fjalë, pse ka ndodhur ky rast në Vushtri. Atëherë përshëndetja Afërdita për ty dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Ne aktualisht ndodhemi këtu në Vushtri, ku Vushtria nuk është duke gjetur edhe sot qetësinë dhe pas ngjarjes së rëndë që ndodhi gjatë ditës së gjeshme, ku një 19 vjeçar u vrarë nga një bashkëmoshatar tjetër. Pra, përveç kësaj ngjarje, sot Vushtria godit dhe me një rast tjetër të trondetës, ku një grua dyshohet se është vrarë nga një burr këtu në Vushtri, në fshatin Stanovës të Epër. Pra, aktualisht ku ndodhemi ne tani. Krejt kjo ngjarje, sipas informacioneve të para, dyshohet të ketë ndodhur brenda këtij nënkalimi ku ne jemi afër tij. Pra, ky rast trondetës dyshohet të ketë ndodhur brenda nënkalimit, i cili është këtu në rrugën kryesore e cila të shpin për në Vushtri. Pra, kjo ngjarje, sipas informacioneve të para dhe sipas prokurorisë themelore në Mitrovic, dyshohet se një herë burri ta ketë qelluar me armë zjarri gruan dhe pastaj, pasi që e ka goditur me armë zjarri viktimen, e ka goditur dhe veten duke u bërë dy viktima dhe duke ndëruar që të dy të jetë. Pra, trupat e pajet janë larguar nga vendi i ngjarjes, gjithashtu të gjitha shenjat e gjakut janë fshirë nga zjarrfekset. Pra, sipas informacioneve që kemi ne, nuk është se kemi shumë ende detaje, pasi që policia nuk ka dalë ende me një informatë zyrtare, mirë po sipas një deklarate të cilin e ka dhënë njëri nga familjarët e gruas, e cila tashmë është e ndjerë. Gruaja tashmë dyshohet se ka qenë rreth të 40 dhe krejt kjo ngjarje kishte ndodhur pasi që gruaja kishte qenë duke punuar pra viktima në biznesin e dorasit, i cili tashmë dhaj është i ndjerë, dhe krejt kjo ngjarje kishte ndodhur për shkaqe xhelozie, pasi që viktima kishte shkuar për të punuar në një vend tjetër të ngjarjes. Pra, këto janë të gjitha informacionet që ne aktualisht posedojmë. Viktimat janë larguar nga vendi i ngjarjes, gjithashtu dhe policia e ka liruar të gjithë vendin, edhe pse në kohën kur ne erdhëm këtu mund të themi se kjo zonë që ishte e bllokuar dhe nënkalimi gjithashtu ishte i bllokuar, pasi që brenda ishin duke u fshirë të gjitha shenjat e gjakut dhe për t'u larguar trupat e pajet. Pra, këto janë të gjitha informacionet që kemi momentalisht. Nëse nuk keni diçka tjetër, atëherë po e kaloj linjën tek ju në studio. Arianita, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte nga Vushtria, ndërkaq ne vazhdojmë tani me një kronikë e cila flet për 19 vjeçarin e vrarë mbrëm në